Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se vini në InfoD të fundit për këtë javë. Sot në të gjitha komunat ku ka fituar lista serbe pra në 10 sosh, kryetarët e zgjedhur dhe asambleistët kanë bërë betimin pra në të gjitha komunat ku ata qeverisin. Vëmendja kryesore ishte në 4 komunat veriore, aty ku pritej që të rezistonin, themi një farforme, që të bënim betimin para simboleve të Republikës së Kosovës. Megjithatë, të gjithë kryetarët e 4 komunave të Veriut në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaveç, betimi është bërë para simbol ose me pranim e simboleve të Republikës së Kosovës, siç është flamuri i Republikës së Kosovës dhe fotografia e presidentës së Kosovës, Vjosa Osmani, e cila kërkohet edhe me ligj që të jetë në sallën e kuvendit komunal ose aty ku bëhet betimi i asamblejësve të zgjedhur dhe kryetarit të komunës. Për këtë çështje, vetëm pas pak do të flasim në një lidhje direkte me ish-zëvendës kryesuesin e kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, Skënder Sadiku, por së pari si zakonisht ju ftoj të ndiqni lajmet kryesore të ditës. Seanca konstituive në Mitrovicën e Veriut është mbajtur në tension dhe me debate në mes përfaqësuesve serb dhe shqiptar. Megjithatë, fillimisht është bërë betimi i asamblejësve para simboleve të Republikës së Kosovës. Aty kishte edhe asamblejës që vendosën para vetës flamurin e Serbisë. Megjithatë, në sallë ishte flamuri dhe stema e Kosovës, si dhe fotografia e presidentës Vjosa Osmani. Seanca u zhvillua në përputhje me ligjin për veçeverisi lokale, ndërkohë edhe rendi i ditës mbante stemën e Kosovës. Asamblisti i iniciativës qytetare serbe Marko Jakish kishte vendosur para vetës flamurin serb gjatë betimit, por e ka hequr atë gjatë fjalimit, duke thënë se nuk është për të krijuar tensione. Para se të them atë që dua të them, unë nuk jam këtu për të krijuar tensione apo për të matur forcën ndaj dikujt, por jam këtu për të punuar në interes të të gjithë qytetarëve të Mitrovicës së Veriut. Për këtë kam marrë një mbështetje të madhe. Në këtë moment, si kryesues ndihemi rrezikuar dhe i pasigurt, sepse në këtë sallë, përveç nesh dhe gazetarëve, po qëndrojnë edhe pjesëtarë të policisë. I kam pyetur kolegët shqiptar nëse kanë frikë nga ne, nga serbët, dhe ata kanë thënë se jo. Sa i përket frikës na jena në shtëpinë tonë, në shtetin tonë nuk kemë nevojë më frikë, edhe marrë pas ka nevojë më friksu për kërkuj. Nuk e di kush është polic këtu, kush është civil, por ne këtu jemi barabartë, nuk ka nevojë kur gjë me politizu, jena ardhur ndjenjë solemne. Jena ardhur këtu më vetu ndjenjë solemne, nuk ka nevojë më politizu. Për gjatë të kryejmë këtë procedurë, që është ligje, rani, dëshirat, mund të jenë tjera. Kjo është ajo që duhet të respektohet, ligjet e rënda, mos të politizojmë. Nuk kemi nevojë, edhe pyetja që është bërë paraprakisht, nuk kemi nevojë të bëjmë pyetje të tilla, a friksoheni apo nuk friksoheni. Ne jemi këtu për të konstituuar kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut, kështu që sa i përket policisë ose diçka që thotë nuk po shoh as nuk po vrej policë që kanë nga sallë. Uvaženi odbornici, Të nderuar këshilltar, ju është dhënë mandati që të punoni së bashku në mënyrë të njëtrajtshme në komunën e Mitrovicës së Veriut, të punoni në interes të qytetarëve dhe në interes të komunës. Besoj se së bashku do t'ju sjellim qytetarëve tanë prosperitet, do të mundsojmë një jetë normale dhe përsëri do të jemi krenar për atë multietnicitetin dhe bashkëjetesën që ekziston në komunën tonë. Edhe në 3 komuna tjera veriore është bërë betimi i kryetarëve serb sipas ligjit të Kosovës dhe me praninë e flamurit të shtetit e fotografisë së presidentës Osmani. Në Leposaveç janë betuar anëtarët e kuvendit komunal dhe kryetari Zotan Dotić me simbole të Republikës së Kosovës. Betimi si kryetari i ri i komunës së Zveçanit e ka dhënë edhe Dragisha Milović. Ai ka thënë se përpara i presin sfida për ka shtuar se duhet ruhet paqja e siguria në komunë. Edhe kryetari i ri i Zubin Potokut, Miloš Perović, është betuar bashkë me asamblejist para simboleve të Republikës së Kosovës.
Në seancat e radhës do t'ju informoj edhe juve edhe qytetarët tanë për gjendjen që kemi gjetur në komunën tonë pas marrjes së detyrës si dhe planet e ardhshme sa i përket zhvillimit të komunës tonë. E shfrytëzoj rastin t'i falenderoj të gjithë qytetarët e komunës së Leposaviqit, të cilët edhe këtë herë në zgjedhjet e kaluara i dhanë besimin edhe mua, edhe asamblejistëve si dhe listës serbe. Unë si kryetar Miloš Perović deklaroj se do të kryej detyrat e mia dhe ushtroj kompetencat e mia me nder dhe besnikëri në mënyrë që të krijoj kushte për jetë në komunën e Zubin Potokut të sigurt dhe të qetë. Si kryetar falenderoj të gjithë na presin plane të vazhdueshme të komunës. Ministri në detyri administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi ka thënë se gjithçka është zhvilluar në rregull dhe në përputhje me dispozitat nga Kushtetuta e Kosovës në konstituimet e kuvendeve komunale, përfshir ato në veri. Ai u ka uruar mandat të suksesshëm kryetarëve të ri të komunave. Jemi në fazën e konstituimit të kuvendeve komunale në mbar Republikën e Kosovës. Sot janë mbajtur mbledhjet inauguruese të komunave Gjakov, Graçanic, Leposavić, Lipjan, Mamush, Mitrovica e Veriut, Novobërt, Partesh, Ranilug, Shtërps, Shtime, Zubin Potok dhe Zveçan. Gjithçka po zhvillohet në rregull dhe në përputhje me dispozitat që burojnë nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës, ka shkruar Krasniqi në Facebook. Në Shkup do të mbahet protesta e radhës organizuar nga organizata e veteranëve të luftës në mbështetje të ishkrerëve të UÇK-s që po mbahen padrejtisht në Hag. Kjo protestë pritet të zhvillohet me datën 13 dhjetor në orën 13 në sheshin Skënderbej në Shkup, bëri të ditur nën kryetari i OVL UÇK-s Gazmend Cyla. Edhe pse kjo protestë po mbështetet nga kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, ajo ka hasur në kundërshtim nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Data 13 dhjetor në ora 13 në sheshin Skënderbej në Shkup do mbahet protestë e kundër padrejtisë që po zhvillohet në dhomat e specializuara në Hag. Fillimisht ju njoftojmë se ne si kategori dala nga lufta, së bashku me kategori dala nga lufta atje në Maqedoninë e Veriut, jemi dakordu për mbajtjen e kësaj proteste. Kemi marrë mbështetjen edhe zotit Ali Ahmeti me gjithë bashkëluftëtarët që kemi atje. Neve nuk i kemi bërë ftesë zotit Mickoski me marrë pjesë në këtë protestë. Me të regu drejt, këtu janë të ngjashme me deklaratat e Georgievskit në vitin 2001, pra i kryeministrit atëhershëm, deklarata që nuk tregojnë unitet të gjitha komunitetet që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, po më shumë përçarje. Prandaj për neve kanë qenë papranueshme sepse duke pas parasysh faktin se këto protesta ne që i bëjmë këmbëllën në për vende të tjera asnjëherë nuk kemi qëllim me ndikuar politikat e tyre të brendshme atje. Por ideja ka qenë që ne me bëni protestë me tregu solidaritet me bashkëluftëtarët tonë që gjenden atje në gjykatën speciale. Prandaj për neve nuk janë të mira, nuk janë të pranueshme për shkak se kjo Maqedonia e Veriut si shtet po besoj që aspiron me qenë nesër pjesë e familjes evropiane. Prandaj kjo është dashme që ne gashme me na ofru ne mundësi me na garantuar një drejtë që e garanton Kushtetuta edhe atje për një protestë paqësore. Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje Administrative ka refuzuar kërkesën e Besim Kelmendit për caktimin e masës së përkohshme të sigurisë dhe për pezullimin e vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, me të cilin ai ishte shkarkuar nga pozita e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit. Vendimi është marrë me 4 dhjetor nga gjyqtarja Valbona Xhambalaj, pasi gjykata konstatoi se nuk janë përmbushur kushtet ligjore për caktimin e masës së përkohshme. Të parapara në nenat 99 dhe 100 të ligjit për konfliktet administrative. Përmes përfaqësuesit të tij ligjor, avokatit Flakron Sulejmani, Besim Kelmendi kishte paraqitur padi ndaj Këshillit Prokurorial të Kosovës, duke kërkuar anulimin e vendimit dhe njëkohësisht kishte kërkuar pezullimin e zbatimit të këtij vendimi si masë të përkohshme sigurie dhe rikthimin e tij në detyrën e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit deri në vendosjen meritore dhe përfundimtare të gjykatës. Ministria në detyre e ekonomisë Artane Rizvanolli ka mohuar që ndonjë zyrtar i qeverisë dhe i lëvizjes vetvendosi ka lidhje me kompanitë EFT dhe se Kosova nuk ka importuar energji elektrike nga kjo kompani. Ajo në një konferencë për media tha se raportimet për këto janë të pavërteta, apo siç tha, janë gënjeshtra. Dua ta them qartë, asnjë zyrtar i qeverisë, as i lëvizjes vetvendosje nuk ka asnjë lidhje me EFT-n. Është komplet gënjeshtër.
E dyta, po thuhet se Kosova po importon nga IFT. Nuk ekziston asnjë fakt që Kosova ka importuar nga IFT gjatë qeverisjes sonë, edhe kjo është komplet gënjeshtër. E treta, po keq interpretohen qëllimshëm të dhënat të ankondeve të kapaciteteve ndërkufitare, të cilat IFT i shfrytëzon për të bartur energjinë tranzit në shtete tjera përmes kufijve energjetik të Kosovës, për të krijuar bindjen se Kosova po blen nga IFT, që është pra komplet gënjeshtër. E katërta, po flitet për temën e importit të energjisë, thuaj se është qeveria ajo që blen energji. Ndërmarrjet publike KOST e KEK kanë konfirmuar që gjatë qeverisjes tonë nuk kanë pasur asnjë kontratë me IFT-n. Për më tepër, edhe ndërmarrjet private KESCO e KEDS kanë konfirmuar të njëjtën, pra që nuk kanë pasur asnjë kontratë me IFT-n gjatë këtyre viteve të qeverisjes sonë. Shikuzuar, jemi kthyer në studio pas këtij bloku të lajmeve ku tani do ta realizojmë një intervistë me ish zëvendës kryesuesin e Kuvendit Komunal të Mitrovicës Severiut, Skender Sadiku, lidhur me betimin e kryetarëve nga komuniteti serb në 4 komunat në veri, por edhe në pjesën tjetër ku sot u betuan pra 10 kryetarët në 10 komunat në territorin e Republikës së Kosovës, ku ata kanë garuar dhe kanë fituar dhe udhëheqin me këto komuna me shumicë serbe. Ata u betuan edhe me simbolet e Republikës së Kosovës, të cilat ishin vendosur me herët. Tani kemi në lidhje zotin Sadiku. Zotin Sadiku, përshëndetje. Përshëndetje për ju dhe shikuesit e ju të nderuar. Zotin Sadiku, sot u bë betimi i kryetarëve të serb, pra nga komuniteti serb në komunat ku ata udhëheqin. Si e pat ju, keni qenë zëvendës kryesues i Kuvendit Komunal në Mitrovicë të Veriut mandatin e kaluar, si e pat ju këtë betim të kryetarëve edhe në atë pjesë, por edhe në pjesë tjera të Kosovës ku udhëheqin kryetarët serb? Po, varet pe i cilit kanë shikoni. Unë kam qenë në 2021, po mendoj në zgjedhjet e rregullta me kolegen Flutra Hamzën kemi qenë, dhe po ashtu kemi pas fatin që të jemi edhe në asamblenë dhe të organizojmë këtë ngjarje që sot ndodhi, po rrethanat kanë qenë atëherë shumë të ndryshme, rrethana të rënduara, e dini këtë procesi si ka ndodhur që të marrin në asamblet, kurse sot ka qenë një ditë, themi kushtimisht normale edhe e pritur, pasi definitivisht subjekti politik që udhëheq komunitetin jo shumicë në nivel qendror, kurse në komunat tona dhe në komunën ku kanë vepruar në komunën veriore të Mitrovicës, komuniteti serb dhe lista serbe ka marrë mësimin dhe sot në një mënyrë të thjeshtë, të qetë, mënyrë të themi kushtimisht edhe solemne, duke respektuar procedurat, duke respektuar rregullat të shkruara në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kjo Republika jonë e vogël i ka ligjet, i ka Kushtetutën. Kushtetuta e Republikës së Kosovës është e shkruar nga një finlandez, nuk është e shkruar as nga Serbia, as nga shqiptari, dhe ajo i ka të theksuara po dhe ligjet që duhet. Ka qenë një ditë normale, të themi kushtimisht, pasi vërtet ne posaçërisht flas për komunën tonë, kemi përjetuar gjithçka, po edhe kjo duhet të mirët si një shaj normalitetit, dhe definitivisht shpresoj që tani do të reflekton edhe Bashkia Evropiane, pasi unë po flas tash si pjesëtar i komunitetit jo shumicë në veri, po edhe Kosova jo në vogël ka qenë në sanksione dhe fatkeqësisht kanë qenë të lidhura me këto bojkotet, edhe mendoj shpresoj që definitivisht do të reflektojnë edhe Unioni Evropian dhe do të hiqin sanksionet dhe do të jemi përfitues qytetarët të gjithë Republikës Kosovës. Zoti Sadiku, ju jeni betuar para 4 viteve, e keni përcjellë sepse jetoni edhe në atë pjesë. A mund na tregoni çka ishte dallimi i këtij betimi të sotëm nga ai para 4 viteve kur e keni bërë, edhe si e pat ju këtë? Se çka dallon pra në këtë ditë, themi solemne për kryetarët e komunave që zgjedhen në zgjedhje? Dallimi është enorm, dallimi shumë i madh, posaçërisht kur në 2021 flas për komunën veriore të Mitrovicës, e cila
realisht mund të imagjinoni ka qenë edhe akoma gati menaxhuar me si zyrë administrative, jo me një komunë të rregullt, mirë po ditë me natë ka qenë, po mendoj, nuk kanë qenë simbolet, edhe komuna si komunë vlen të theksohet puna që kemë bërë si asamble. Ma vonë, po mendoj, kur kanë dhënë dorëheqje lista serbe, ka fitu identitet në komuna, ka qenë pa logo, mund të imagjinoni, pa shpesh, po mendoj, shpëtesim një OJC të regjistrohet ose një klub i vogël sportiv duhet ta ketë logon, kurse ne atë botë para 4 viteve asnjë nga komunat veriore nuk kem pas atë minimumin e identitetit, nuk kem pas logo. Po prap them, ne shpesh ndodh me disa gjëra që janë krejt normale, për edhe është e mirë që Prishtina, Drenasi, Parteshi, Klokoti nuk i kanë pas të lashet që i kanë pas në 4 komuna, mirë po disa gjëra më elementare të ne kanë qenë realisht jo të disponueshme, kurse tani veç është fituar një identitet dhe bijet normale. Gjatë procesit nga miqtë nga ambasada amerikane pa thënë që realisht kryetarët komunës janë teknik, dhe realisht është ajo se garimi që është bërë edhe gjitha këto bëhen në nivele lokale, nuk janë kompetencat maja, ka kompetenca mjaft, po është i kushzuar me teren edhe kryetari komunës mirët me hallet të qytetarëve, me problemet vogla qytetarëve, e jo me temat maja që realisht më herët posaçërisht lista serbe është marrë me tema maja duke i ka anashkaluar qytetarët. Shpesh më ka rënë të theksoj dhe ndonjëherë edhe jem keq kuptuar, mirë po ju duhet ta dini, po mendoj edhe qytetari në Republikën e Kosovës, që në 4 komuna komuniteti shumit që është në nivel qendror komuniteti shqiptar, ne jemi komunitet pakic dhe shpresoj që në këtë fazë veç këtë mësim e ka marrë, po mendoj, secili politikan, jo ndoshta edhe kjo të jetë kushtimisht themi me një domino efekt që mbar Kosovën, që të respektohen ligjet e Kosovës, që të respektohen, po mendoj, simbolet e Kosovës, në fund ditës ta respektojmë qytetin, ta respektojmë ligjin, po edhe të respektojmë mendoj qytetarin. Ta shpresoj që politikat e mëdha dal nga dal duhet të merren, nuk i iki përgjithësisë, të themi kushtimisht, mirë po ne kemë fushveprimi jonë dhe aktivitetet që janë bërë në nivele lokal, na duhet të mendojmë edhe t'i kryjmë, t'i zgjedhim çështjet lokale. Shpesh në humor zi kam thënë, gjithë kemi pas dëshirë të luajmë në Champion League, mirë po ne jemi në ligjet të fshatrave, pa e ofendu, po mendoj, nivelet e ulta, po ose të themi kushtimisht me atë termin edhe në redaksi ku jeni, dikush do të jetë gazetar, dikush do të jetë kamerman, me gjithë dëshirë gjithë do të ishim kryeredaktorë ose të ishim pronar, mirë po struktura dhe është e tillë, dhe shpresoj që mësimin e kanë marrë lista serbe, po duhet edhe ne si qytetar ta marrim mësimin dhe të merremi me gjëra, të mbrojmë, po mendoj, drejtat tona qytetare, të luftojmë dhe definitivisht të jem qytetar. Kjo sot që ka ndodhur është sen normal dhe shpresoj në rotacione demokratike, një test i demokracisë në nivelin lokal që e kemi kalu kryetarët mendoj është edhe koha që komuniteti shqiptar ta merr përgjegjësinë në nivel qendror, kurse t'u japet mundësi edhe të përcjellet me ligje, po edhe me aktivizëm qytetar, edhe ku jemi pakic, mendoj me numër flas, si komunitet jo shumic, që t'i kemi drejtat e barabarta me gjithë qytetarë. Fund ditës edhe ne jem Kosovë. Po, zoti Zadiku, megjithatë, ata sot u betuan para simboleve të Republikës së Kosovës, megjithatë, mendoni që do t'i respektojnë deri në fund edhe gjatë ushtrimit të mandatit, do t'i lënë flamujt e Republikës së Kosovës aty, fotografinë e presidentes, ashtu edhe siç e kërkon edhe ligji? Çfarë po ju garantoj një gjë, çfarë është me ligj, jo vetëm kryetar, po kjo është pa e kompliku situatën, unë bëj apel që shpesh ka ardhur ftesa pikërisht nga pasi këto janë gjëra të stërmadhura, mirë po edhe komuna tjera edhe duhet kërkojmë ndihmën që definitivisht ligji i simboleve të respektohet në
kemi respekt na si shqiptar, duhet të respektojmë flamurin kombëtar, po mendoj flamurin kuqezi, po duhet të dhënë mundësi edhe komuniteteve tjera. Dragash duhet të valoj flamuri i goranëve në komunat ku janë bosnjakët edhe bosnjakëve, edhe komuna edhe pse jo dhe të valoj edhe flamuri serb, mirë po duhet flamuri i Kosovës të jetë mbi edhe të mbrohet me ligj. As ma pak, as ma shumë me ligj, edhe ligji të jetë model për krejt Kosovën. Duhet, e kemi posaçërisht këtu flas në 5 km2 këtu, vetëmi qytet në kuptimin me komunitete, mos them tash multietnik, është komuna veriore Mitrovicës, ku bashkëjetojnë të gjitha komunitetet dhe nuk duhet askund të pengon, po mendoj asnjë flamur, qoftë i komunitetit shumicë serb që janë këtu, edhe serb duhet të adaptohen edhe me flamurin mirë, po mbi të gjithë flamurit do të jetë flamuri i Kosovës, po edhe mbi të gjithë në nivel lokal duhet të jetë simboli dhe flamuri i komunës, të cilën për momentin valon në për komuna, edhe këtë e kanë përcjellë edhe komuna tjera. Komunat e kanë identitet, duhet ta kenë flamurin shtetëror, duhet ta kenë edhe si simbol, po mendoj dhe shpresoj që nga kjo nuk do të ketë lashun, tash flas si pjesëtar i komunitetit jo shumicë në komunën veriore, posa ta shoh në flamurin, po mendoj në objektet shtetënore, në objektet ku duhet të jenë krahas pa flamurin e Kosovës, ligji nuk e lejon. Kështu që ne së pari duhet si komunitet shumicë ta respektojmë Kosovën, ta ndërtojmë Kosovën, ndoshta pa bërë një digresion të madh, një mesazh do ta përçoja që ka thënë jo larg Veton Elçani, që na nuk kemi nevojë që t'i urrejmë serb dhe serbin, po duhet ta dojmë Kosovën, duhet ta dojmë Mitrovicën, dhe bëj apel edhe dy asambleistëve të cilët janë për momentin nga po mendoj që përfaqësojnë komunitetin shqiptar në asamblen, kanë punë më të madhe, po që të jenë vigjilent dhe të na mbrojnë drejtat. Edhe për momentin kjo është demokracia, unë nuk e kam votu kryetarin e komunës, po ai është funksion kushtetues, ai është kryetari dhe imi, edhe ai duhet të më zgjedh edhe mua si çdo qytetar, duhet të më trajtojë si qytetar, ndoshta do të kem fërkime edhe në bazë etnike, edhe në baza të ndryshme. Unë shpesh mbiet të them, unë jam edhe pjesëtar i ushtrisë qëllimtare të Kosovës, jam edhe musliman, jam edhe haxhi, do të kërkoj që të mbrohen drejtat e mia, se ushtari ushtrisë qëllimtare të Kosovës, të drejtat e mia, të ndërtohet xhamia, të drejtat e mia se shqiptar që me 28 në dorë të valoj flamuri pa asnjë të lashe, edhe në objektin e komunës, po ditëve tjera që të valoj me dinjitet flamuri i Kosovës, po edhe logot e komunës të cilat i kemi votuar në si asamble. Po, zoti Sadiku, sot kryetari i zgjedhur i Mitrovicës së Veriut, Milan Radojević, tha që do të punojnë së bashku me të gjithë për që t'ju mundsojnë një jetë normale qytetarëve të asaj pjese, edhe për atë multietnicitetin dhe bashkëjetesën që ekziston në atë pjesë. Mendoni që ka ndrru, si me thonë, qasje edhe lista serbe pas zhvillimeve dhe pas kësaj situate 3 vjeçare, rreth 3 vjeçare, 2 vjeçare, domethënë ishte me kryetar shqiptar në atë pjesë. Mendoni që kanë ndryshuar edhe ata qasje dhe e kanë pa që duhet të punojnë për qytetarët pavarësisht se cilës etni i përkasin? Patjetër, unë po flas edhe vetë si mendoj në garë kem qenë edhe më herët si iniciativë qytetare, flas për prizmit qytetar, ne pa u keq kuptuar para ligjit gjithë jemi barabartë, edhe nuk do të lidhesha shumë me fjalët, edhe pse sot është ka qenë një ditë e shënuar pasi ka qenë, po mendoj, betimi kryetarë si politikan, hajde, a mund t'i besoj mëse jo, mirë po një gjë, shpresoj që duhet edhe i besoj, ligjit i besoj, po duhet ta kryjmë edhe obligimin atë qytetar, që në çdo moment duhet ta ndihmojmë edhe kryetarin i cili ka dhënë betimin, mos kur gjë tjetër, t'ja përkujtojmë këto fjalë që ka thonë edhe në momentin që, edhe mos të harrojmë, nuk është çështja shpesh pa e komplikuar situatën, nuk është çështja në komunën e Mitrovicës vetëm mes shqiptarëve dhe serbëve, se po çojmë ka një mesazh shumë të keq edhe të hujt, po edhe të komunitetet që i kemi këtu. Na kemi Goran, Rom, Ashkali, Egjiptian, Turq, edhe ata duhet të njihen komad, edhe ata duhet t'i mbrojmë me ligj, jo t'i mbrojmë me demagogji, jo t'i mbrojmë me fjalë, me parolla, po duhet t'i mbrojmë me ligj. E shpresoj që
para ligjit gjithë jenë barabartë, po është e thone, nuk them kur gjë tre që edhe drejtat për drejtat duhet në atë kuptim thojza, po them të luftohet, po ne duhet si qytetar ti mbrojmë drejtat tona, ti mbrojmë edhe të drejtat e fqinjve, ti mbrojmë të drejtat e qytetarëve dhe shpresoj që s'do të ketë lashe. Secili ta kryjmë punën e vet. Edhe shpresoj që dal nga dal veç po tensionet janë duke ra, edhe është ky një transformim normal edhe po mendoj kemi hyrë në ciklet edhe kemi hyrë në demokraci, çdo 4 vjet shpresoj që më veç do të jenë të kaluara çështja e dorëheqjeve edhe sene, po shpresoj që do të hyjmë në cikle normale të zgjedhjeve 4 vjeçare edhe dal nga dal po mësojmë demokraci. Megjithatë, asambleisti i listës serbe Marko Jakšić si me thonë, e nxiti pak e provokoi situatën aty, zoti Sadiku, e nxori një flamur serbe, vendosi përpara, pastaj tha që ka frikë me që ka por policë civil rreth e përqark edhe komunës, por edhe brenda objektit të komunës. E pat ju si tentim për ta nxit situatën, ndoshta edhe për dal pak pi kontrolli, apo si e lexuat ju këtë? Kam ardhur unë shpëtita pak edhe asamblestët kolegët e mi, po mendoj si një koment se tha mos u politizojnë, po politikanët ka detyrë kanë. Fund ditës po mendoj politikanët jetojnë pe këtyre gjëra, mos t'i futin në thes edhe mediat, pëse zakonisht mediat e niqin, po mendoj ekstrem, do se në i rast jo të mirë. Tentoj prej opozitës, po mendoj Marko Jakšići, cili e ka një iniciativë qytetare veriu për të gjithë. Dhe unë fillim kur ka nisur shata, e kam kërku gjithë, po mendoj kandidat bas listave dhe kandidat për kryetar që të pim një kafe në Sharr, në një ambëltore në Verit Mitrovicës, i cili është pronar duke ditë këto fërkimet politike, Goranin edhe këmë thonë, ajde, përshkojmë të Gorani, po pimi një teren neutral, nuk përshkojmë të biznesit shqiptare a serbe, nuk ka orë Marko Jakšići, po adis ka qenë as pej listë serbe, nuk ka qenë as mendoj ish kryetare Erdenatic, e kanë prishat jeshine e kafës, po Marko Jakšići veç politikant, kushtimisht themi, fushatën e kanë fillur me këtë dhe ka dasht të jetë pak ma radikale dhe të jetë kushtimisht them ma sërb se sërb të ato, mirë po simbolikisht e ka qitë flamurin, mirë po edhe e ka mbulu flamurin pas vrejtjeve që është dhënë nga përfaqësues të Ministrisë të Administratës Publike, po pa e kompliku situatën, po i shohim betimet që po japën komuna tjera, është duke bërë betimi në Fier, Shkodër, atje në Libra, se po jenë me simbole, me flamura, po mendoj Shqipërisë, po kjo neve na i komplikon situatën në Veria. Ndë i bëj apel që të respektojnë protokollet, i bëj apel që çdo asamble komunale ta ketë flamurin e Kosovës, po mendoj ashtu si lyp ligje dhe fotografinë e presidentes. Kushdo që është nesër, sot është Vjosa Osmani, e kem krenarin ndoshta që është e Mitrovicës, mirë po nesër kushdo që jetë president, duhet ta jetë në hapësirë fotografia e presidentit, po edhe flamuri i shtetit. Dhe këtu Marko ka bërë një kushtimisht një lojë politike, mirë po edhe ka bërë një tërhiqje dhe është vazhduar kjo. Po e sheni Republika tonë edhe kushtetuta e jonë i mbron edhe komunitetet i shumicë, kushtimisht themi e mbron edhe flamurin edhe simbolet e serbëve, qysh i mbron edhe simbolet e etnive shqiptare. Na nuk guxojmë as në ëndrëmat këqija të kemi diçka kundër flamurit, po sigurisht na edhe krenohem edhe me në raste me e kem pas në asamble komunale, jem binegzu me një shtet Amerikan edhe për ndere kem pas pikërisht në këtë objektin ku sot ishte flamuri i Kosovës, na kem pas flamurin Amerikan, po ka qenë një ceremoni e binegzimit të Mitrovicës me një qytet nga Teksasi. Pra na duhet mësojmë, neve dhe nuk duhet na pengojnë flamurit, mirë po në komunë duhet të jetë flamuri i komunës, simboli i komunës, në shtet duhet të kemi simbolin e shtetit, në festa tona duhet të akomodojmë edhe të lërshëm të gjithë le të shfrytëzojmë.
Po, megjithatë, zoti Sadiku, sot kryetarët e komuna nuk kishin shkuar për t'i pranuar detyrën zyrtarisht, edhe ashtu siç e dorani. Kështu të paktën u deklarua dhe Izmir Zeçiri i Zubin Potogut, tha që ai është i gatshëm t'ia dorëzoj detyrën pasardhësit e tij, por ai nuk ka shkuar për ta marrë detyrën. Çka thot kjo? Çka flet kjo? Jo, kanë lypur, po mendoj pjesë formalisht, po mendoj akti betimit është akt më i madh. Mirë, po bë këtu një farë te kjo na duhet ta kuptojmë që në gjysmë mandatit i ke marrë mandatet, po mendoj pas dorëheqjeve, edhe kushtimisht themi është një farë tranzicioni jo i rregullt. Po unë pesho edhe në për modelet, nuk e dim protokoll si ka qenë, mirë po protokolli edhe në fillim kur kem qenë po mendoj 2021-shin, po edhe 2023-shin, në mbledhjen e parë është betimi i asamblezëve edhe betimi i kryetarit. Kurse mbledhjen e ardhshme veç fillojnë teknikaljet, zgjidhet kryesuesi i asamblesë, zgjidhet zëvendës kryesuesi i asamblesë, edhe drejtoritë, edhe bëhet realisht pranim dorëzimi. Se sot pranim dorëzimi realisht bëhet me emnimin e drejtorëve, të cilët veç marrin letra, po mendoj se kryetari është kushtimisht themi drejtori gjithë drejtorëve, po u emnu drejtoritë dhe po u emnu gjithë të din, po mendoj me çfarë dokumentacioni të bëhet. Po definitivisht është kry, po mendoj pranim dorëzimi kryetar prej ditës sodit, kryetarët janë nga të votuar me vullnetin po mendoj të qytetarëve, dhe për 4 vite nëse nuk ndodh me siç ka ndodhur më herët të japën dorëheqje ose ndoj gjë tjetër ose ndoj nevojë për zgjidhje të jashtëzakonshme, ne 4 vite i kemi këta kryetar dhe shpresoj që partitë prej tash duhet të jenë të kujdesshme dhe të mendojnë që ky cikli kem hyrë këtë cikël, dhe se shpresoj që definitivisht mësimin që e kanë marrë lista serbe, e kanë marrë mësimin që definitivisht mundet pushteti pa ta, dhe nuk ka vakum institucional, ashtu e parashë ligji, ashtu e parashë kushtetuta, edhe qytetarët në fund ditës duhet të jenë komod që nuk do të besin pa kryetar, ndoshta jo me atë që intimisht e dojnë, mirë po pa kryetar komunat nuk do të mbesin, po edhe prapë në them nuk është halli aq shumë i kryetarëve sa shpresojnë që hapin e dytë që ta marrin mësimin edhe më mirë drejtorët, edhe mësimin edhe administrata, që definitivisht jemi një administratë funksionale, të kemi drejtori funksionale dhe të mirëme me halle dhe probleme të baza ditore, për çka fund të ditës janë kryetar. Pra në 5 km2 të zgjidhen problemet e qytetarëve, për këtë ne u kemi dhënë besimin. Po, këtë në fund, zoti Sadiku, a besoni që me kthimin e listës serbe në pushtet në ato 4 komuna, gjendja do të kthehet sikur para 4 viteve, apo më kthimi në atë gjendje është, si me thoni varfërme, e pamundur të bëhet? More jo, definitivisht nuk ka kthim. Nuk ka kthim në asnjë mënyrë. Mirë po, na presin sfidat e reja. Tash po flas si komunitet jo shumicë, edhe këtë moment e shfrytëzoj rastin që të bëj apel në nivelin qendror, që edhe ministritë të jenë më afër qytetarëve. Pa dallim etnie, edhe t'ju ndihmojnë edhe këtyne kryetarëve, po mendoj që aktualisht janë po mendoj të në komunat tona. Unë shpesh më ka radhë në trazirë, në probleme kur ka qenë, ju mund të imagjinoni nëse komuniteti shumicë ka probleme si është me komunitete tjera. Andaj bëj apel pa e kompliku situatën, po sot aktualisht sa na flasim në kodrën e minatorëve, ka shtëpia të dikta, në krojën e Vitakut janë 70 shtëpi vetëm në një lagje. 315 shtëpi janë të djegura sot aktualisht 26 vite mas luftës. Është shkolla kontenjer, akoma nuk ka tretman shëndetësor, nuk ka transport publik. Ka shumë të lashe, shumë halle, edhe se ka kry punën Ministria Punëve të Brendshme, se ka kry punën Ministria Administratës Publike, duhet të na vinë Ministria Kulturës, Ministria Shëndetësisë, edhe të japët të krijohet, se fundit jem duke folur për qytetet Kosovës, jem të i folur për qytetarët tonë. Jem të i folur që
edhe këta komuniteti serb në 4 komuna është komunitet shumica dhe në 6 komuna tjera ku do ta marrin përgjegjësinë dhe të kryejnë obligimet ligjore, obligimet kushtetuese. Po në anën tjetër, definitivisht projekti i Kosovës është edhe Kosova jo në vogël, komuniteti shumicë shqiptar duhet të marrë përgjegjësinë. Diku 94 deri 96% jemi komuniteti shqiptar dhe komunitetet tjera, kurse serbin 4 deri 6% dhe ne nuk guxojmë që 4 ose 6% mos ta akomodojmë ose kushtimisht themi mos ti fusim, po mendoj të integrojnë në shoqërinë tonë edhe të jenë qytetarë barabartë, po edhe të punojnë për ligje, të mbrojnë qytetarët, pasi realisht jetojmë në këto kondita. Qytetarit të Mitrovicës 26 vite heroin viktima janë të lodhur, ka nevojë për perspektivë, në fakt në këto i keq është të gjitha komunitetet, kemi zbrazje të popullatës, kemi mjaft të rinj të cilët duke mos ju ofruar kushte, lypin, po mendoj ikin jo vetëm në Prishtinë, po ikin edhe jashtë Kosovës, që është e dhimbshme. Po, zoti Sadiku, krejt në fund një pyetje për shkak të kohës, një pyetje shumë shkurt, nëse po më dëgjon zoti Sadiku? Si duket kemi probleme me internetin me zoti Sadiku. Zoti Sadiku, unë të falenderoj shumë nëse po më dëgjon për gjitha këto informacione që na i dhatë sonte në Infod. Shikues nderuar, ne kaq kishim për sonte deri të hënën, bashkë miropafshim.